në vitin e 18 të hijretit, gadishullin arabik e ka plon një thatësi dhe jo quhet se një ezis për atë kohë, që zjati 9 muaj rresht, 9 muaj nuk ra një pikë shi. Sa që u shduk dhe u shfaros, çdo gjallëes që jetonte, i vjen prej kafshëve, baktiveve dhe mjellave. Dhe aq i ka ploj uria dhe zija muslimanët dhe shtetin islam në atë kohë, sa që thuhet kanë hangër ngorësina, coftina, që gjenshin në përcepe dhe në për Sahara, e hajshin nga të meri i zis dhe i uris që ja Rabbi modi Allah mos në sprovoft. Dhe thuhet, qysh në zonafilën e kësaj zije, Omeri i drejt, Faroku i ti ummeti, u zotu dhe u betu, që kur në shpinën e ti dhe në barkun e ti nuk kish për të rënë buk e njome me gjella ose me gjelp ose dhau që ishte i paka shumë ushqimi i përditshëm i asaj kohë. Dhe këshisoj jetoj ky prins i drejt për këto 9 muaj, sa që thot Eslam ibn Zejti radiallahu anhu, shoqëruesi i tij, nëse do të kish zgjat kjo zi për te 9 muaj, Omeri nuk do kish jetu më nga mënyra e asketizmit te skajshëm, që spranoj të fuste në barkun e tij, në stomakun e tij, buk, ndërkohë që masa nuk kishte buk, dhe spranoj të fuste në barkun e tij edhe nëse masa kishte buk, atë buk dhe hante ashtu tha, të ta captonte me ujë, ta njomte me ujë, dhe kur nuk pranoj që ta merrte ta shoqëronte me diçka gjellë ose që ishin ushqimet e asaj kohe derisa përmirësohej gjendja e masës.